Jam i 100% dakord me Selin në të dy rastet. Kush janë këto dy raste? Shihni pak. Ja, kënë rriu, po papësia këti ku ngej. Dola, po mu më blokon derën. Nuk ka shma djalin që haba kishi të Mu presë. më blokon derën, s'mja do. Disha që të sot. Unë e kisha thy derën. Me i qëndru në karakteri tim, ja kisha thy shkejt në derën, stau. Fiks. Unë dalë jarë se kështu kam nxjerr goja i me fjalët. Ja, pas më të tregoj pa edukatën dhe televizion. Këtu jam 100% dakord me Selin. Pra, Selin i kërkon llogari Rogertit që pse s'del nga shtëpia për sa kohë ke thënë. Edhe unë do kisha bërë të njëjtën gjë sepse unë personalisht i kam shumë bezdi këto banorët që janë në shtëpi dhe thonë do dal. Po nëse do me dal, dil dhe mos e thuj. Dhe Selin me shumë të drejtë i kërkon llogari Rogertit si një banore e Big Brother, një banori tjetër. Pra, për sa kohë e ke thënë, mbaj fjalën e dhënë dhe dil nga shtëpia. Por Nëse është e mundur unë sot dua të largohem nga shtëpia, po do dashim ta dëgjoja një herë për gjë nominimin dhe më pas dua të largohem nga shtëpia sepse situata nuk më përkasin fare, po fare. Nëse kam marrë, nuk kam marrë të përshkruar eksperiencën, jo për të dalë një herë mashtruese, një herë xheloze, një herë skemaxhi, kështu që ky është vendimi im. Jam shumë kurioze të dëgjoj vendimin e publikut në lidhje me nominimin dhe pastaj dua të largohem nga shtëpia. pra gjithmonë ka një por, por nëse në Big Brother kur mos thuaj kur. Dhe në Big Brother kur mos i kërko tjetrit një gjë që ti nuk e bën vetë. Nëse, le të kthehemi tek thelbi. Thelbi është që një banor që kërkon të dalë nga shtëpia, pse thashë kam siklet dhe këtë e kam të vërtet, sepse një banor që hyn në Big Brother, një personazh që vendos të sakrifikojë të hyjë në një format të tillë, nuk hyn aty për të dalë vetë. Ai hyn aty për të jetuar, për të luajtur, për të bërë çfarë të doj, por hyn atje për të marrë një lloj përgjigje nga publiku, pra nga pjesa që e gjykon këtë lloj formati. Pra, do hysh dhe do presësh derisa të nxjerr publiku. Nëse ti kërkon të dalësh për arsye koti në shtëpi, për mua atëherë ti ke luhatje si lojtar. Vetëm rastet larg qoftë të rënda familjare që po sigurisht mund dalësh nga shtëpia. Ama për gjëra që ndodhin në shtëpi, s'ja vlen të dalësh fare.